Doja të di ato se cila është sprova më e madhe, me vdek qafir. Kjo është sprova më e madhe e njeriu, të vdesi si jo musliman. Ose si idhujtar, ose pagan. Sprova më e madhe. Mirë për këtë njeri se çfarë pret. As si gjo nuk janë sprovat e tjera në krahasim këtë sprovë. Allahu thot në Kur'an, Allahu nuk e fal idhujtarin, pa besimin. Çdo gjë tjetër Zoti e fal. A e fal duke të pastru? A e fal pa pastrim? Takon Zoti.